Në këtë rast kemi dy raste të shkeljes ligjore. Do thotë në bazë të ligjit për zyrtar publik, në instancën e parë është lejuar, është ligjit të vitit 2024, është lejuar që një pozitë të mbahet me ushtrues detyre apo zëvendësues 2 herë nga 6 muaj. Dhe fakti që në qershor të vitit 2023 ka skadu mandati ish sekretarit të përgjithshëm dhe një person ka mbajt këtë pozitë për më shumë se 1 vit është shkelje ligjore. Dhe shkelja e dytë ligjore është pasi që nuk parashihet me ligj që të anulohet një pozitë. Njëri nga kandidatët është dashur që të zgjedhet në pozitën e sekretarit. Dhe prandaj vlerësojmë që kryesia e kuvendit ka bërë shkelje ligjore në këtë rast. Po, këtu përgjegjësinë kryesore e ka kryetarja e kuvendit për lejimin që të devijohet një proces i tillë. Ka ish kryetari i kuvendit që nuk e ka zbatuar ligjin në gjatë legjislaturës së 8.